Qetësia në rrugë e të mushuar që shihen her pas here vetëm janë dëshmia e braktisjes masive të fshatit Dajç në bashkinë e Shkodrës. Ky fshat dikur ishte i populluar, ndërsa sot vëren shtëpi të mbyllura ose jetojnë vetëm të mushuar. Banorët tregojnë se të rit janë larguar prej vitesh nga fshati Dajç. Çka kanë me botë këtu? Me pas ushqyer me ta ku i të ri, jo fol me ta, me ndaj me ta. Janë tan jashtë, kanë jashtë shtetit. Po ti shtëpia kena ball, po nuk ka njerëz. Ku janë njerëzit? Shpirt pa njëri mran. Jo, veç po kushet, kam tanti ku në Itali, në Amerikë. Që jam tena. 5-6 vitesh. Po largum se shkumë të fëmija. Fëmija atje, po kanë një me kohë. Kështu që bom bashkim familjar, u detyruam se kishin edhe ata nevojë, edhe në nevojë nga mosha, nga njëra tjetra. Kështu që ishte e detyrueshme si me hanë bu largu. Shumë në dhimet, që këtë vend se gjemë kërkuna. Po, që me po ardi koha ishto, jeta, që të bëjmë. A kene po bëllu me ka që s'ke mujtë me jesë rrugës, që me hanë nga njërës që janë kënë këto. Por, kushtet e tila ardhen, rrahonat, u të dërun, e një grup fëmija, për kushtet, për ekonomi, për gjitha. Prodhojmë 100 kintal misër, edhe nuk shitet 200 lekë kilën. E që me bëhë këto? Unë jam pensionist, s'ka, as i vëllaj të ardhët. Letrat i kam për Itali, për Amerikë, por unë rikto. Si këtë vend, nuk ka kërkon, janë Shqipni pas në botë, as në Amerikë, as në Itali e s'kërkon. Si Shqipnia, si Shkodra. Por, do të me ikë, se fëmijët i kanë tonë jashtë shtetit. Pa të 20 vjetë. Na jena me letra, por këto do të rrimë. Dhe në pike në fundit. Përveç kushteve të jetesës, mungesa alternativave dhe pagat e ulta ka bërë që të ri të braktisin vendin e tyre. Sipas të dhënave të Instat, në të gjithë qarqet me përjashtimet të Tiranës, popullsia ka ardhur në rënje gjatë periudhës 2011-2023, ndërsa Shkodra ka pësuar rënjen më të lartë të popullsisë në vend me 28.3%.